Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar para mediave se tani më ka konfirmuar ftesën e presidentes Osmani për takim me liderët e partive ditën e njëjtë. Ai u pyet nëse do të shkojë në takimin e thirrur nga presidentja, nëse aty shkon edhe vetvendosje. Haradinaj u përgjigj duke thënë se nuk e din ende. Do të dëgjojmë presidenten me pas se çfarë qëndrimesh ka, çfarë sugjeron ajo. Nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim, sikurse e dini ne jemi në pritje të vlerësimit nga gjykata kushtetuese për vendimet që kanë ndodhur në seancat e deritanishme. Dje e kemi dorëzuar. Këto ditë shpresojmë që gjykata kushtetuese ta shqyrtojë. Unë kam konfirmuar ftesën te presidentja, tha ai. Dhe temat që do të trajtoni. Do ta ndëgjojmë presidentin më pas se çfarë qëndrimesh ka se çka sugjeron. Në të kohë nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim, po sikur që e dini aktualisht ne jemi edhe në pritje të vlerësimit nga gjykata kushtetuese për kushtetutshmërinë e zhvillimeve që kanë ndodhur në seanca. Sa dje kemi dorëzuar, tani këto ditë shpresojmë që gjykata kushtetuese do ta merrë në shërtim kërkesën tonë për vlerësim të kushtetueshmërisë. Zotëria Haradinaj, në çfarë formati u ka ftuar veç AOK-n apo jo? Nuk e di përveç, nuk e kam trajtu kështu, po kam marrë informacion nga zhyra që kemi një ftesë. Unë kam konfirmu ftesën te presidentja. Nuk e di ajo në pjesë, ta shohim. Ta shohim nëse jam ajo.